babës tem, rojtari të eshtjes dhe të natës, që kolitej në rësir, jo nga dobësia, por për të treguar se ishte zgjuar, se ishte në roje, që ne fëmijët të flinim qëtë. Shpesh këndimin e Kuranit me zë, nga veta I e kishim, edhe lutje dhe këngë njëkohësisht, zë që mbulon të shtëpin si mburoj besimi, fjalë ynore që na rritni me dritë. Babës tem që agjimi e gjente në xhami, me balë në sejdë, kurse mëngjesi e zinte në arë, me duar në dhe të rupi në diell. Babës tem punëtor që punon të shumë, e kuletën e kishte bosh, por zemrën plot, sofren të ndershme dhe bukën halal. Babës tem kostar që mprejte kosën si të mprejte durimin, kosis të livadhin pa ankes, djersa I rrithte si bekim. Këmisha si ambante barën, por a imbante tokën. Babës tem që fliste me zemër pa frikë, me të vërtetën për para që e kishte të vetëm në armë. Babës tem atë e dashës që plisin e ndërron të çdo bajram, jo për sy të botës, por për nderin e vetes dhe pastërtin e shpirtit. Babës tem punëtor që punon të shumë, e kuletën e kishte bosh, por zemrën plot, sofren të ndershme dhe bukën halal. Babës tem parashikues që motin e kupton të vetë, nga era që I fliste, nga ret që njihnin, nga kockat që zgënjenen. Babës tem shtyllë që barti barra kodrash, jo vetëm mbi shpinë, por mbi ndërgjegje pa u përkullur. Babës tem mësues I eshtur që na kshilonte me goje, na qortonte me sy. Babës tem dritë mbajtës që bënte dritë në erësir, sua kishte frikën zagarve, por na mësonte cilët ishin të rrezikshëm. Babës tem të drejtë që na rriti me halal, jetoj pa dredhi, eci pa ushitur, dhe u largua me drejtësi në përjetësi. Babës tem punëtor që punon të shumë, e kuletën e kishte bosh, por zemrën plot, sofren të ndershme dhe bukën halal. Zemrën plot, sofren të ndershme dhe bukën